Pritshmëritë e tepërta krijojnë mure të padukshme në realitetin tuaj. Në momentin që ju doni të shkoni diku, doni zgjidhjen e një problemi në situata të ngjashme me këto, nëse ju keni shumë pritshmëri apo pritshmëri për një rrugë specifike se si do të zgjidhet ky problem, ju mund të humbisni nga rruga më e mirë apo më e lehtë apo rruga e duhur e cila hapet për ju shumë afër jush, por ju jeni shumë të fokusuar tek pritshmëria juaj, tek rruga që ju doni që të ndodhë. Duke mos e parë këtë rrugën tjetër e cila është hapur shumë afër jush, thjesht ndoshta sa të ktheni kokën ju do ta shihni, por nëse fokusoheni vetëm në një lloj rruge, kjo do t'ju pengojë. Prandaj ndonjëherë është më mirë që të çlirohemi nga pritshmëritë. Dhe do të ndjeheni vërtet shumë të lirë që çdo rrugë e cila vjen dhe paraqitet përpara jush, ajo është rruga e duhur për ju. Dhe keni për të parë se sa bukur do t'jetë dhe se sa rrugë e këndshme dhe me ngjyra do t'jetë. Kjo më sjell ndërmend edhe një histori me mizën, nuk e di a keni parë edhe ju. Miza, edhe nëse ju i hapni dritaren, e cila është shumë ngjitur me të, do të vazhdojë dhe do t'i bjerë xhamit me kokë, duke qenë se ajo nuk e shikon xhamin dhe pretendon që ajo po shikon qiellin dhe është jashtë dhe në mendjen e saj ajo po mendon që pse unë nuk po fluturoj jashtë, kur kam ngecur këtu. Kjo është ajo që unë doja të specifikoja në lidhje me muret e padukshme. Ashtu si edhe miza që është shumë e fokusuar tek ajo që po shikon, unë e di që këtu ka një rrugë, ndërkohë që dritarja që i është hapur pak më majtas ose djathtas, ajo nuk e shikon. Vetëm ndonjë mizë me fat, e cila thjesht ndryshon drejtimin dhe fillon të fluturojë në drejtimin tjetër, ajo do të mund të dalë nga dritarja.